Dhe pas aksioneve të suksesshme, duhej një fest me një valle kreshnike e komandantit i knaqej shpirti tek e shehte vllajin dhe djalin e tij duke kërcyer. Por regjimi serb nuk do ta lënte të qeta Adem Jasharin dhe familjen e tij. Një natë, kur ai po çmallej bashkë me gjithë familjen, forcat serbe ishin duke kryer rrethimin në shtëpisë e tij. Nashta kthehen. Kena nërmen me liftu të këna desin. Pas 52 orë luftimesh, duke lënë 10 polec të vrarë, Adem Jashari bie me gjithë familjen dhe një pjesë të lagjës Jasharajve. Populli shqiptar do të përkulej me respektin më të thellë përpara këtyre trupave, përpara këtyre statujave të lirisë. I madh i vogël do të qanin. I madh i vogël do të ngriteshin në kamp.